e kemi planifikuar me shëndrimin e mamografisë edhe të javë, por ne mund të kërkojmë që ta shtyjmë se në nëse kërkesat janë për ekzaminime më të shumta. Nuk është e tepër, kemi në parësim, sepse një ekzaminim i thjeshtë mund të bëjë paralajmimi kancerit të syrit që sot mundohet në Shqipëri sëmos është patologji shumë parave të gradit të kancerit. Vazhdojmë me rendimin e disë. Para se të fillojmë me rendimin e disë, duhet të theksoj që Kryetari i Bashkisë e drejtori i Këshillit për një shtim pike në rendimin e disë. Kërkesa e Kryetarit të Bashkisë për shtim të një pikë në rendimin e disë për një ndryshim në vendimin numër 6 të Aftënisë së Shtatit para 2025, ndryshimi i masës së subvencionit të shëratën të ekzekutarin nga 2.523.423 në 3.101.400 për periudhën janar dhjetor 2025 për të financuar në masën tonë të përfshirë në Ministria e Financës dhe Ekonomisë me vlerën 2.423.000 në masën 20% me përfshirë fushar me vlerën 620.000. Atëherë spari i parë se të zere në një diskushër të atorë që ka shkërim të ti, pra shtohet edhe kërkesa e Kryetarit të Bashkisë për atëherë kalojmë te mirëtimi i rënd të disë të Këshillit. Mirëtimi për rezervuar të ndjesë Këshillit Bashkëtar të Aftënisë së Shtatit 2025. Projedinimi për mirëtimin e disës së përfitues të njëjtës ekonomike nga fondi i kushtuar të njëjtës ekonomike 6% për muajin mars 2025. Mirëtimi për vendimin e raportit të Kryetarëve dhe të marrjes së Këshillit Bashkëtar Fushar për periudhën janar dhjetor 2024, pra është bë thjesht bëhet vendim. Projedinimi për përcaktimin e çmimit të shirasës së saperat njësive të palimit dhe apartamenteve në treg për efekte të subvencionit të shirasës së Bashkisë Fushar sot 2025 rishturtim, sepse është marrë një herë një vendim që ose manimen, por është kërkuar ndryshimi i masës së shirasës. Shturtimi kërkesa dhe ankesa të qytetarëve, institucionet e tjera të ndryshme. Kush është dakord me rendimin e disë? Atëherë. Për zërbajtë, mendoj që thjesht do bëhet i kemi cilë. Për zërbajtë bëhet me në tjë për të ndjelë, ka shkërku në prefektura që ta sërë. Pra që gjithë mund të bëhet një atimi për zërbajtë, kena po dhe ndjelët të tjera, por që e kërkojnë më po me i kemi ndjelës. Thjesht procedurë që ta servën, nuk është ne i vendim kështu, thjesht është procedurë. Pra ajo që kena bërë herë tjera, që kena në fillim e kena firmos, okej? Është procedurë, që është të konflikte, nuk bëhet në analitikës, çdo proces analitik, çdo lidhje me ato në mbledhjen e datës. Të qenë transparente dhe Kush është dakord? E kena firmuar vetë herë tjetër, sepse është në sens pas me miratë sot, kur kena firmuar herë tjetër. Që ta di, si praktik. Atëherë vazhdojmë me disë, me projedrimin për mirëtimin e disës së përfitues të njëjtës ekonomike nga fondi i kushtuar të njëjtës ekonomike për 6% për muajin mars. Zyra dhe komisioni. Zyra. Si jeni, mbi fondin e kushtuar për bllokëndimin ekonomike deri në 6% për muajin mars, Zyra e Çështjeve Sociale ka propozuar të trajtohet me ndihmë ekonomike gjithsej 31 familje me fond 122.430 lek nga fondi total i ndihmës ekonomike me vlerën 2.020.515 lek, ku është shpërndarë për përfituesit e 6%-shit në fondin me shumën 120.808 lek.
Të shpërndara sipas njësive, ku në Bashkimin Qendër Fusharës, përfituesi gjithsej 15 familje me fond 50.758 lek, njësia Qafmali 4 familje me fond 13.999 lek, njësia Blerim 3 familje me fond 14.313 lek, njësia Thirës 4 familje përfituese me fond 21.602 lek, njësia I Ballët 5 familje me fond 20.336 lek. Është thuar në bllokëndimen ekonomike nga njësia administrative Thjerës Valter Prela dhe është larguar Dallëndysha Nëreca me arsye për aplikim në ndimin ekonomik. Verimin edhe fjerëzën, ne kena panë që një punë, ato që janë ma blokë nëse ma kesh për ekonominë ose se janë njerëz ma shpartër, një shiku ato që I banojnë aty si banojnë social si janë. Sepse për shembull ne nuk të njërë në territori. Edhe kështu që kena rrë dakord me zyrën, sot të nërë ato për shiku që njerëz në parë. Kjo që ne kena rënë si detyrë për ata, si mune në shiku familjen që janë ma kesh dhe që jetojnë atje. Jo për asjell 6% që është eksplozive e këshillit, në derë e vogël, për njerëz që janë ma nevojë. Por që jetojnë vetëm në zonë. Dhe që është një net që nga caktuar në para, që duhet vetëm personat që jetojnë atje. Normalisht, kam thënë që djemë të ri që nuk rritë të usia dhe makina nuk duhet të dorë në 6%. Ose që kanë mundësi më përësu vetë. Ne kërkojmë punëtorë, dikush nga vjen fjallë ri për me dorë 6%, nuk ka që drejtë. Për këtë gjatë. E kena në gjërë vetë ose një ato. Ne, apo nëse nuk rritë të përkëtëm. Rëndësishma është që të përkëtëm. Kuriozit social dhe të shikukush është pa të armëra. Për njëm që janë ta 30 vjeqës e 5 vjeqës e dërgojnë 0%. Atë mune në pas punë dhe shkënë. Kash, vetëm si shillimi jo një shqetarë.